Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, tensionet mes banorëve Valbona Mhilli dhe Lart Vasili kanë arritur kulmin. Nelin, gjatë spektaklit të kaluar, Lart i shprehu dëshirën për të shkëputur nga aleanca me Valbonën dhe për të përballur në një televotim individual. Ky moment i papritur, që shpesh ndodh në formate reality, tronditi atmosferën tashmë të tensionuar në shtëpi. Kjo deklaratë e tij shkaktoi zemërim te Valbona, e cila e konsideroi veprimin e Lartit si tradhti, duke e quajtur atë i pafytyrë dhe tradhtar. Këto fjalë të rënda ngrenë një çështje thelbësore mbi besimin dhe lojalitetin mes banorëve, një temë që vazhdon të mbetet në qendër të diskutimeve. Marrëdhënia mes Valbonës dhe Lartit ka qenë ndërlikuar që nga fillimi. Fillimisht, Valbona ka pranuar se kishte një perceptim negativ për Lartin para hyrjes në shtëpi, duke deklaruar se e kishte urryer atë. Kjo ndjenjë gjithashtu e përforcon ideologjinë e dinamizmit njerëzor, ku mendjet dhe emocionet e individëve shpesh ndjeken ndryshimit të situatave. Nelin, megjithatë, gjatë qëndrimit në shtëpi, ata krijuan një afrimitet dhe shprehen pëlqim për njëri tjetrin. Ky zhvillim e bën edhe më të papritur prishjen e marrëdhënies së tyre, duke ilustruar se shpesh udhëzimi i fortë i emocioneve dhe lidhjeve personale mund të çojë në tensione të paparashikueshme. Cili është roli i aleancave si ndërhyrje sociale në një ambient të tillë si Big Brother? Ky incident ka nxitur diskutime të shumta brenda dhe jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Albania, duke vënë në pa dinamikat komplekse të marrëdhënieve mes banorëve dhe sfidat që ata përballojnë në këtë format televiziv. Tensionet si këto shërbejnë si një pasqyrë e tipareve njerëzore në presionin social. Nelin, biseda mes tyre. Nelin, Valbona, a është krenar babai yt atje ku është? A është krenar? Nelin, Larti, prap e përmende, ç'pun ke ti me të ndjerët? Nelin, Valbona, o i pa besë, ku e ke besën? Nelin, Larti, çfarë po bën? Nelin, Valbona, motrës tënde po t'ja bëje kështu si do të ndihesh? Nelin, Larti, ç'pun ke ti me motrën time? Nelin, Valbona, si do të ndihesh? Nelin, Larti, ç'ka, a e njeh? Nelin, Valbona, si do të ndiheshe po ta përdornin motrën tënde o Lart Vasili? O tradhtar, o i pa besë, o i pa fytyrë. Nelin, Larti, ty të ka akuzuar shtëpia se luan me 3-4 standarde. Lëre nënën time aty ku është. Nelin, kjo situatë ka arritur të sjellë kritika ndaj mënyrës si banorët ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe pasojat që kjo sjell për